Epizodi i tret i sezonit 5 të podcastit Flasim, momenti për shënimet e javës. Kjo javë ka qenë një javë intensive, por është dominuar nga energjia e projekteve të reja. Kemi pasur konkursin ndërkombëtar për Parkun e Besimit, i cili ka qenë ndër momentet më mbreslënse të rrugës së re të arkitekturës dhe të transformimit të këtij vendi në një vend ku edhe arkitektura është një arsye për ta vizituar. 12 finalist, emra ndër më të njohurit në skenën e arkitekturës, të urbanistikës, të peizazhistikës ndërkombëtare, janë përballur në një ish kazerm në afërsitë Petrelës, ku po rilind një hapësirë fal një mjeshtit madh siç është arkitekti japonez Kengo Kuma, e cila do t'i vihet në dispozicion artit dhe kulturës. Ka qenë një konkurs i jashtëzakonshëm me projekte vërtet nga më të papriturat, ku është shpallur fitues nga Juria Ndërkombëtare, studioja prestigjioze Big nga Danimarka. Parku i Besimit do t'jetë një destinacion i ri, i cili do t'i japë mundësi banorëve të Tiranës, do t'i japë mundësi të gjithë banorëve të Shqipërisë, por edhe të gjithë atyre që do të vizitojnë Shqipërinë, që të shkojnë në një park ku do të gjenden pemët, bimët, frutat, lulet e të gjitha shkrimeve të shenjta. Dhe ku ndërkohë do ketë shumë për të parë dhe do ketë shumë për të kuptuar nga historia e këtij vendi. Një tjetër event i rëndësishëm ka qenë konferenca e parë e investimeve mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, e cila si e para e këtij lloji ka qenë një sukses, por një sukses që ne duam jo vetëm ta përsërisim, por duam ta kemi edhe më domethënës vitin e ardhshëm, sepse dëshirojmë që kjo konferencë e investimeve të kthehet në një traditë këtu në Tiranë dhe të kthehet në një nga ato forume ndërkombëtare në Europë që krijojnë shumë interes, që tërheqin shumë protagonist dhe që krijojnë më pas edhe shumë impakt. Një tjetër konkurs ndërkombëtar ka qenë konkursi për rilindjen e Pallatit Sportit Aslan Rusi. 6 finalist, emra të mirënjohur të arkitekturës ndërkombëtare, janë përballur me projektet e tyre, projekte të jetë mbreslënse, ku në fund fare Juria Ndërkombëtare ja ka besuar rilindjen e Pallatit Sportit studios prestigjioze MVRDV, e cila është e njohur për publikun shqiptar, e cila ka lënë tani më disa gjurmë në Shqipëri dhe e cila ka propozuar një godinë spektakolare, praktikisht një top brenda të cilit zhvillohet jeta sportive dhe jeta komunitare e Pallatit Rilindur Aslan Rusi. Qeveria ka vendosur që t'i përcjell për një tjetër konkurs ndërkombëtar projektin e kampusit universitar të Durrësit, Agjencisë së Planifikimit Urban. Është një projekt i cili shkon në vazhdën e formësimit të
atij kampusi, ku nevoja për rezidencat e studentëve dhe nevoja për të tjera mjedise të domosdoshme për një kampus modern bashkohor është ballafaquar dhe është kthyer në një zotim nga ana jon ndaj trupës së pedagogëve dhe të studentëve të Universitetit Aleksandër Mojsiu. Projekti do të jetë hapi i parë dhe pastaj do të vazhdojmë me realizimin e tij. Një tjetër projekt i domosdoshëm, strategjik, është masterplani i godinave të drejtësisë, të sistemit drejtësisë. Kam vënë re me keqardhje që vetë qeverisja e sistemit drejtësisë fal pavarësisë plot që ju dha atij sistemi me reformën drejtësi, ndër ato të qalat e veta ka edhe po themi dobësinë e madhe në administrimin e infrastrukturës, në projektimin e infrastrukturës, në transformimin e infrastrukturës. Transformimi i infrastrukturës, transformimi i godinave, pa projekte të besueshme, është mision i pamundur. Përfundimisht kemi vendosur që edhe këtë mision ta marrim përsipër vet. Dhe në Shqipërinë 2030 të kemi një infrastrukturë tërësisht të transformuar të godinave drejtësisë, sepse nuk mund të vazhdojmë me arna, nuk mund të vazhdojmë me hapësira dhe me mjedise gjykatash, prokurorish janë shumë larg sqenie dinjitoze, nuk mund të vazhdojmë më me ushtësira që pastaj përkthehen edhe në një performancë që lë shumë për dëshiruar. Hapësirat publike vazhdojmë me pastrimin. E kam thënë që ditën 1 nuk është një aksion, është një operacion i cili do të vazhdojë në mënyrë kirurgjikale në çdo pjesë të organizmit urban të vendit, në çdo pjesë të organizmit urban të kryeqytetit. Dhe do të pastrohet çdo pjesë e prekur nga këta qiban të patolerueshëm, vendin e cilëve do ta zëri një hapësirë e re bashkëjetese mes komunitetit dhe njësive tregtare. Natyrisht që Tirana nuk është Teherani, kam thënë dhe herë të tjera, dhe ne nuk do t'i mbyllim brenda të gjithë ata që kanë shërbime edhe jashtë derës së njësisë, por ama do të vendosim kufit e qartë, sepse nuk mund të lejohet që në hapësirën e një komuniteti ngrehinat e vendosur aty me pahirin e forcës apo me pahirin e shpërfilljes së ligjit dhe të marrëdhënies së bashkëjetesës shëndetshme qytetare të bëjnë ligjin.